një atmosferë të tillë që gjithë u prononcuan se do i përkrojnë marrëveshjen ndërkombëtare ku kërkohet 2/3 e votave, bile u prononcuan edhe Partia Demokratike dhe të mos përkrohet një aty për aty. U përkrahen edhe... Po flasim për rezultat politike, po flasim për mbrojtjen e Vjerat Lutës, sa ju befasoi refuzimi vendosur. Po çu befasuam shumë që gjetën një modalitet për mos me vu në renditës si pika e parë. Po shka ka lidhe a kohën e parë a fundit, t'ja po dhe me përkrorë rezolutën, qete me thonë po qetet parën, e para pika rendit ditës, le tjetë votimi kësa rezolute, me qenë se pat d'akordim edhe të LDK-s, AHK-s, e partive tjerë, qete le të votohet një rezolut. Qete. Edhe kjo forma me gjithë një shkas, jo në fond, jo kështu, e pova që s'ka pas seriozitet. Përmene se du të drejtosh Andin Hotit edhe me pyetje parlamentare, a do të asjes një ligj për mbrojtjen e Vjerat Lutës? A beson që mundet me sjellë zoti Hoti? Ty ditë që është ministri i kësaj që një pensioni që është e marrë me gjithçka çfarë shqiptare me zhvesh edhe me e imja si deputete është me kërku. E imja si deputete është me kërku. Unë s'po kërkoj me konë në një ligj voluminoz. Mjafton me qenë një ligj, le të jenë 4 amandamente. Le të jetë me 4 amandamente, një ligj me 4 amandamente, 5 amandamente, 6 amandamente, nuk ka lidhje me qenë ligj voluminoz, po të jetë me pak amandamente, po që të votohet në Kuvendin e Kosovës, të jetë e sakt, e qartë, që vlerat e luftës duhet me mbrojt me ligj. Time, gati kemi ardhur deri te minutat e fundit. Kanë medis filloi, shkoj java e parë, sot ditë shkun. Çka po ndodh me çështën e presidentit? Të pasat ekspozien e kryeministrit, a përshër mundësi dhe shpresë për një konsensus ose kompromis politik për zgjedhjen e presidentit, apo veni përshër drejt zgjedhjeve? Si kemi pasur 3 parë zgjedhje, zoti Kurti e ka kauzë kryesore luftën kundër mediave. Serbia. Deri sot, unë nuk e kam pa ndonjë angazhim të zotit Kurti për gjetjen e një konsensusit, apo një kandidat i konsensual për zgjedhjen e këtij çështjes së presidentit. I takon lëvizjes vetëvendosje me i taku deputetet partit parlamentare me diskutu për ndonjë emër të mundshme me zgjedhje. Është marrë prej Albin Kurtit për 3 herë me radhë me çu vendin zgjedhje. Le ta dinë të gjithë, nëse vendi shkon në zgjedhje, kjo po shkon për shkak të Albin Kurtit dhe jo për asnjë parti tjetër opozitore. S'u ka thirrë asnjëherë në kalume asaj here, s'u ka thirrë. Edhe me na thirrë nuk shkojmë, sepse nuk e ka qasjen konstruktive. E kemi pa edhe me takimet që i ka marrë edhe me PDK-n, edhe me LDK-n paraprakisht, a i se ka pas, para më ndoni, kishë ardha fati me u zgjedh, kushtetues për mu zgjedh presidenti, na nuk e kemi ditë emrin, kush ka me qenë kandidat për president. Se kemi ditë emrin, s'ka bo kjo përpjekjet që me e pas në një emri konsensual, që ndoshta edhe partit tjera opozitore me qenë të detyruar me votu për shkak të respektit që e kanë për kandidatën, jo për lëvizjen vetëvendosur. A ka gjasa me zgjedh presidentin, nëse shohim sot shqetësim? Me këtë frym nuk po shoh se ka gjasa, nuk po shoh, po shka është më e keqja, nuk ka angazhim. Sepse Albin Kurti me Albin Kurti me 51% votave që i ka marrë, nuk i pas ka marrë me qeverisë vendin, i pas ka marrë me sundu, kjo po dëmë me sundu. Po do me kap çdo institucion, çdo bord, çdo agjencion, po do me konë vetëvendosje. Dhe atëherë gjithçka të ndodh sipas frymës dhe mentalitetit të lëvizjes vetëvendosje. Ti më thash që nuk edhe më thirr nuk shkoni. Nuk shkoni, edhe më thirr nuk shkoni. Po. Nuk shkoni në takim. Nuk shkoni. Po du më nalë te tashe tëmet e fundit. Pa tashe tëmet të ndryshme se Djën, ka gjasa mi hinë koalicion me vetëvendosjen për juve, tash po foli me fjallë konspirative, që a flitet, ju dhe LDK-ja ka gjasa me shku bashkë në koalicion me zotin Kurti. Tash? Po. Jo, absolut. Ne bile për momentin jemi të angazhuar, jemi në proces zgjedhor të mbrëmshëm, në organizimin e zgjedhjeve të mbrëmshme brenda partisë. Këtu e kemi fokusin, po që njëkohësisht nëse Albin Kurti e dërgon vendin zgjedhje, jo që ishtë dosh me dërgu vendin zgjedhje, se është turp me milionat që po shpenzon për organizimin e zgjedhjeve, tjenë zgjedhje parlamentare, brenda 15 muajve, 3 herë zgjedhje parlamentare,
duke i përfshirë edhe zgjedhjet lokale, edhe balotazhin. A mujna me i ponë qeverisje me Albinin e ere?